Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. Falendrimet, lavdërimet i takojnë vetëm Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu, krijuesit ton, krijuesit të botëve. Paqja, bekimet Allahu Gjelle Shanuhu qofshin i të dërguar në fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Elus Allahun Gjelle Shanuhu të na bëj për besimtarëve të sinqertë që jetojmë jetën tonë në rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në frymën e fundit. Të dashur besimtarë, të respektuar vëllezër dhe motra, sot do të shpjegojmë Suratul Hajj. Surja e radhës që e ka emrin Surja Hajj, që ka kuptimin e haxhiut, që shkon në haxh, por ka edhe kuptimin e ritualit të haxhit, që është një prej obligimeve të cilin Allahu Gjelle Shanuhu e ka bërë mbi muslimanat. Surja Hajj është një sure që ka zbritur një pjesë në Mekë dhe një pjesë ka zbritur në Medinë dhe është e përbërë nga 78 ajete. Dietarët thonë se kjo sure ka marrë emrin nga ajeti 27 në këtë sure që e lexova pak më lart. Wa adhin fi an-nasi bil hijji yatuka rijala wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq, ku i drejtohet Allahu Gjelle Shanu Ibrahimit alayhi salam kur e ndërtoi Ka'ben bashkë me djalin e tij Ismailin. Dhe mbasi e mbarua ndërtimin, Allahu e urdhëroi Ibrahimin dhe i tha: "Dhe thirr ndër njerëz për haxh, se do të vinë ty këmbësor, kalorës, do të vinë me deve të raskapitura, që do të vinë prej rrugëve të largëta." Duke dëshmuar Allahu Gjelle Shanuhu me këtë ajet dhe me këtë urdhër që rituali i haxhit, adhurimi i haxhit është një adhurim i lashtë që na kujton tauhidin, monoteizmin e pastër, dhe po ashtu është një adhurim që do të vazhdoj deri në kiamet. Na kujton kjo sure, të dashur besimtar, hadithin e profetit alayhi salatu wassalam, i cili tha: "Bunya al-islam ala khamsa", Islami qëndron mbi 5 shtylla. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah, të dëshmosh që nuk ka Zot që meriton të adhurohet përpos Allahut dhe të dëshmosh se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Wa iqamas salat wa ita'iz zakat, të falësh namazin, të japësh zakatin. Wa sawm Ramadan, të agjerosh muajin e Ramazanit. Wa hajjil beiti in istata'ta ilayhi sabila, dhe të bësh haxhin nëse e ke mundësinë për ta bërë haxhin. Dhe mundësia do të thotë shëndetësore, por gjithashtu edhe financiare, sepse disa prej urdhëresave të Allahu Gjelle Shanu duan vetëm aspektin fizik, siç është namazi, por ka urdhëresa të tjera që ndërthuret edhe fiziku edhe pasuria, siç është haxhi, dhe ka urdhëresa të tjera siç është zakati, që kërkohet adhurimi vetëm me anë të mjeteve financiare. Kur flasim për haxh, ne e dim që haxhi është bërë farz në vitin e 9 të Hijretit, pra në vitin 631,
Ndërkohë, në vitin e 10 të Hijretit, në vitin 632, është bërë haxhi i parë dhe i fundit i profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, dhe ajo hutbja e famshme e lamtumirës që është e përhapur në gjithë botën islame. Por ajo çfarë është mësimi i parë që buron nga kjo sure, që ka këtë emër surja Haxh, është pjesa ku thamë që një pjesë e mirë e konsiderueshme e ajeteve të kësaj sureje kanë zbritur në Mekë. Po pse pikërisht në Mekë? Sepse Mekasit, mushrikët, edhe pse e nderonin Ka'ben, edhe pse bënin adhurimet e tyre idhujtare me një besim në lashtësinë e kësaj shtëpie dhe duke nderuar duke qenë një shtëpi e Ibrahimit alayhis salam, atëherë mësimi i parë i Allahu xhaleshanu me këtë sure që obligon haxhin dhe ja rikujton muslimanit që haxhi është obligim dhe është një urdhër fetar, atëherë Mekasit i ftoi në besimin e pastër, që të largoheshin nga haxhi i tyre që e kishin tradit, që e bënin çdo vit në kohën e haxhit, në fakt në muajin Dhulhixhe, por ama haxhi i tyre ishte kthyer në një panair. Haxhi i tyre ishte kthyer në festival, haxhi i tyre ishte kthyer në argëtim. Dhe pikërisht Allahu xhaleshanu me këtë sure dhe me këtë emër përsëri i fton këto njerëz që të largohen nga ky besim i devijuar dhe të kthehen tek besimi i pastër monoteist tek Allahu xhaleshanu, tek besimi i babait ton Ibrahimit alayhis salam, tek profeti i fundit Muhamedi alayhis salatu wassalam, dhe ta bëjnë obligimin e haxhit ashtu siç Allahu xhaleshanu e kërkon, dhe atëherë kur e kërkon në mënyrë nëse duan me të vërtetë ta nderojnë apo ta respektojnë shtëpinë Allahu xhaleshanu, që ishte Ka'bja. Haxhi të dashur besimtar ka disa adhurime shumë specifike që lumë ai që ka shkuar dhe Allahu ja mundsoft atij që nuk ka shkuar që t'i vizitoj këto vende, për vetë faktin sepse në çdo adhurim, në çdo situatë që obligohet haxhiu që të jetë në një vend të caktuar, në një kohë të caktuar për të sjellë në vend ritualin e haxhit, dhe çdo ritual që bëhet ka një prej simbolikave shumë domethënëse që na vërteton besimin e pastër të Allahu xhaleshanu që daton nga Ademi alayhis salam e deri tek profeti i fundit Muhamedi alayhis salatu wassalam. Për shembull, haxhi ka të bëhet tavaf rreth Ka'bes. Dhe tavafi rreth Ka'bes bëhet vetëm për të njësuar Allahun xhaleshanu. Në haxh ne jemi të obliguar të bëjmë rrugtimin midis kodrës Safa dhe Merve. Dhe kjo pa diskutim çfarë na kujton? Na kujton bashkëshorten e Ibrahimit alayhis salam. Shikojmë një lidhje shpirtërore dhe rituale të Islamit, të profetit Muhammed alayhis salatu wassalam me fenë e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, që ishte fe hanife, fe e pastër, dhe që tashmë e konkludoi Allahu xhaleshanuhu me Islam. Po ashtu ne kemi makamin Ibrahim, vendin ku Ibrahimi alayhis salam vendosi këmbën e tij për të ndërtuar Ka'ben, dhe sot e kësaj dite është aty ngjitur me Ka'ben, ku çdo haxhi që bën tavaf, çdo njeri që shkon umre dhe bën tavaf, është sunet të falen 2 rekate sunet pikërisht midis këtij vendi dhe Ka'bes, për të nderuar Ibrahimin alayhis salam. Kemi gurin e zi që na kujton ahiretin, një gur që erdhi nga xheneti dhe u nxi, ishte i bardhë si qumshti, por u nxi nga gjunahet e njerëzve. Dhe kjo na rikujton përsëri që bërja e haxhit, si tha profeti alayhis salatu wassalam, ja shlyn gjunahet njeriu ashtu siç kishte lindur nga nëna e tij. Dhe sa herë që njeriu shkon në haxh apo shkon në umre dhe viziton këtë shtëpi, midis këtij udhëtimi nga i pari tek i fundit do t'i falen çdo gjuna që ka bërë midis tyre. Prandaj dhe është një prej urdhrave që me do e mos besimtari duhet të përpiqet në maksimum për të arritur këtë gjë dhe për të fituar këtë sevap kaq të madh. Na kujton po ashtu haxhi ujin e Zemzemit, që përsëri na kujton Ismailin alayhis salam, para arsin e profetit ton, stërgjyshin e profetit ton alayhis salatu wassalam, nga ku e kishte preardhjen profeti Muhammed alayhis salatu wassalam. Na kujton Arafatin, dhe këtu sipas shumë transmetimeve nga vetë emri Arafat, si tha profeti, nuk ka haxh, po nuk shkuat në Arafat, në zonën e Arafatit. Sipas shumë transmetimeve, Arafati e ka marrë emrin nga folja Arafe, e njohu, dhe bëhet fjalë
që është takuar Ademi a.s. me Havan për herë të parë në tokë mbasi zbritën nga xheneti që i dënoi Allahu xhelleshanu me jetën e kësaj bote. Dhe pikërisht imagjino tashmë çfarë simbolike shpirtërore na lidh ka pikërisht ky ritual që na çoka deri tek profeti i parë Ademi a.s. Dhe ky haxh, ky ritual na kujton Minën, na kujton Muzdelifen, që janë vendet ku profeti a.s. qëndroi gjatë udhëtimit nga Arafati për të kthyer përsëri pas në Qabe, për të na rrënjosur fort ne që nuk mund të ketë një ritual dhe një adhurim të pranuar tek Allahu xhaleshanu nëse nuk do të jetë konform me sunetin e profetit a.s. Dhe po ashtu haxhi na kujton xhameratet, vendi ku gjuhen gurët që i gjuhen shejtanit të mallkuar, 3 pozicionet që hudhen gurët, që na kujton përsëri Ibrahimin a.s. që ishte gati të flionte birin e tij pikërisht për hatër të Allahu xhelleshanu dhe na jep një mësim të madh neve sa jemi ne të gatshëm të sakrifikojmë nga jeta jonë për urdhëresat e Zotit xhelleshanu, edhe pse nuk mund të krahasohet urdhëresa që mori Ibrahimi a.s. për të fliuar djalin me urdhëresat që ne na kërkon Allahu xhelleshanu në përditshmërinë tonë. E nëse nuk i bëjmë, tregojmë dobësinë tonë dhe tregojmë në fakt që jemi larg këtij suneti të rëndësishëm që quhet ndryshe suneti i Allahu xhelleshanu, që vazhdon i barabartë, vazhdon i njëjtë me një mision dhe me një mësim të madh nga profeti i parë deri tek profeti i fundit, teslimi, dorëzimi, të quhesh musliman, praktikant i urdhëresave të Zotit, kur ai ka urdhëruar dhe ku ai ka urdhëruar. Ka një fakt shumë interesant të dashur besimtar, se po të shikojmë të treja fet me preardhje qellore, qoftë jehudizmi, qoftë krishterimi, qoftë dhe islami, të trija, pra nëse do ta shikojmë në aspektin e jashtëm, pra nëse do ta studiojmë nga aspektin e jashtëm, nëse një njeri do donte të studionte të treja fet, do të shikonte në mënyrë objektive, të trija këto në doktrinën e tyre shkojnë dhe e pranojnë Ibrahimin a.s. si baba i profetëve. Edhe jehudit e pranojnë, edhe të krishterët e pranojnë, edhe islami e pranon. Por ama, nëse do të shohim pikërisht sot, edhe vetë Kurani në fakt hodhi dritë, sepse këtë pretendim se kush është në rrugën e Ibrahimit a.s. e hudhën pikë së pari jehudët, e hudhën po ashtu edhe të krishterët. Dhe thotë Allahu xhelleshanu në Kur'anin famëlart: "Ma kana Ibrahimu yahudiyya wala nasraniyya, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin." Duke pretenduar që Ibrahimi ishte hebre, e duke pretenduar që Ibrahimi ishte i krishter, Allahu e hudhi poshtë këtë pretendim të tyre dhe tha: Ibrahimi nuk ka qenë as hebre, ai nuk ka qenë as i krishter, por ka qenë besimtar i vërtet, monoteist, hanif, besimin e pastër, i përulur ndaj Allahut, dhe nuk ka qenë politeist, nuk ka qenë idhujtar. Dhe më pas Allahu xhaleshanu thot: "Inna awwala an-nasi bi Ibrahima lalladhina tabauhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin." Por në fakt, padyshim, njerëzit më të afërt me Ibrahimin alayhis salam janë ata që e pasuan atë, është ky profet Muhamedi alayhis salatu wassalam, janë besimtarët e tij dhe Allahu është mbrojtësi i besimtarëve. Dhe po të shohim, shikoni dhe sot me një fakt shumë interesant që me pak logjik mundemi të dalim në këto konkluzion, sot për sot feja jehude që pretendon pra që është në gjurmët e Ibrahimit a.s. po edhe të krishterët që e pretendojnë këtë, nuk kanë as një lidhje as historike sipas tyre, po as shpirtërore pikërisht me Qaben. Po pse? Sepse po të kishin sadopak lidhje shpirtërore me Qaben në adhurim, do të shikoje që do ta vlerësonin Qaben apo do ta qunin atë të shenjtë, por shenjtëria e tyre ka ngelur vetëm tek Xhamia Aqsa, aty ku pikërisht Isai alayhis salam lindi edhe u lartësua tek Allahu xhelleshanu. Dhe është pra një fakt jashtëzakonisht shumë interesant për të vërtetuar që pikërisht njerëzit më të afërt me Ibrahimin është ky profet Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe besimtarët që e ndjekin atë. Dhe ku e vërtetojmë ne këtë, të dashur besimtar? E vërtetojmë tek suneti i Muhamedit alayhis salatu wassalam në çdo lutje të mëngjesit dhe të mbrëmjes, tek dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes, ne pikërisht bëjmë
bëjmë një nga duat që na lidh shpirtërisht me babain ton Ibrahimin alayhis salam dhe që dëshmojmë që jemi ummet i tij, që jemi popull që ndjekim pikërisht fenë e tij të pastër hanife. Dhe prej dhikreve të mëngjesit dhe të mbrëmjes që na ka mësuar profeti alayhis salatu wassalam është duaja ku ne lutemi gjithë secili për nesh. Asbahna ala al-fitrati al-islam. U gdhim, elhamdulillah, në pastërtinë e islamit. Wa ala asbahna ala al-fitrati al-islam wa ala kalimati al-ikhlas. U gdhim gjithashtu në fjalën e sinqert la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Wa ala dini nabina Muhammed sallallahu alaihi wasallam. U gdhim elhamdulillah në fenë e profetit ton Muhammedit alaihi salatu wassalam. Wa ala dini abina Ibrahim hanifa musliman wa ma kana min al-mushrikin. Dhe elhamdulillah që u gdhim në fenë e pastër hanife të babait ton dhe u bëm jemi pjesëtar të babait ton Ibrahimit alayhis salam, i cili nuk ishte idhujtar, dhe kështu dëshmojmë fort pikërisht në këtë lidhje të thellë dhe të fortë shpirtërore midis islamit dhe të gjithë para arsëve prej profetit, që të gjithë pra janë vëllezër në besim, siç e shpjeguam ke surja e para e hutbes së kaluar tek profetët, që të gjithë janë të barabartë tek Zoti xhaleshanu me një mision, t'i ftojnë njerëzit tek besimi i pastër dhe t'i orientojnë njerëzit tek adhurimi i pastër siç e do Allahu xhaleshanu. Dhe e fundit këshill nga kjo sure të dashur besimtar, siç e tham në fillim, jo çdo kush mund ta ketë mundësinë për të shkuar në haxh, sepse tham kërkon ekonomi. Edhe sot i dim dhe çmimet e haxhit që më të vërtetë ndoshta janë të papërballueshme nga gjithë secili prej nesh. Por ama duhet që gjithë secili prej nesh thellë në zemrën e tij duhet ta bëjnë njetin që nëse Allahu do të më mundsonte pasuri, unë do të shkoja në haxh. Apo të tjerët që Allahu i ka begatuar me pasuri, mos ta vonojnë haxhin. Nuk ka siguri jeta sa e gjatë do të jetë. Nëse Zoti ta ka dhënë mundësinë ekonomike, për ty është bërë farz haxhin në këto momente. Duhet që me vërtet të vraposh dhe ta kryesh këtë obligim të paktën një herë në jetë që e ka obliguar Allahu xhaleshanu. Ndërsa ata që s'e kanë mundësinë, le ta mbajnë niyetin e fortë. Dhe niyeti në vetvete është një dua që o Allah, ma mundso të shkoj në haxh, me jep risk që të shkoj në haxh, duhet të jetë duaja. Por edhe nëse nuk shkon, nëse s'ta ka bë Zoti risk të shkosh gjatë gjithë jetës tënde në haxh, dua të kujtojmë një hadith të profetit alayhis salatu wassalam që i na jep shpresë të gjithëve. Dhe thot profeti alayhis salatu wassalam, çdo kush prej besimtarve mund të vdes shehid, dëshmor, qoftë edhe nëse vdes në shtratin e shtëpisë së tij. Po si është kjo punë? Kjo punë është kështu sepse ai në zemrën e tij e ka pas gjithmonë niyetin e fortë që nëse do të ndodhë që do të cënohet Islami, do të sulmohet vatani, do të sulmohet familja, unë jam i gatshëm të jap edhe jetën. Dhe gjithmonë e ka kultivuar në zemrën e tij këtë ndjesi dhe këtë niyet kaq të madh. Njëjtë është dhe kjo, mund të marrim një analogji mbi këtë hadith, që nëse do ta kemi thellë në zemrën tonë niyetin që dua të shkoj në haxh, Allahu të më japi mundësinë të shkoj në haxh, më njëherë sa të bëj kuotën që më obligohet për të paguar për të shkuar në haxh, unë do të shkoj. Edhe nëse ky është një niyet i sinqert, edhe nëse nuk do ta mundsoj, Allahu dije që Allahu ka për të shpërblyer sikur të ke shkuar në haxh, dhe lut Allahun xhaleshanu që të na mundsoj gjithë secilit prej nesh që ta bëjmë haxhin dhe që të shkojmë dhe të përjetojmë pikërisht këto vende kaq madhështore, vende ku kanë shkelur këmbët e profetëve të nderuar që i përmenda pak më lart, vende që gjithë secili me të vërtetë mjafton të shkoj atje dhe do të ishte sikur të kishte lexuar me qindra libra dhe nuk do ta merrte dot atë fuqitë besimit, atë ndjesi të madhe që këto vende të shenjta jam mundësojnë zemrën e besimtarit të bëjë lidhjen e sinqertë me Allahun xhaleshanu. Allahu na mundsoft të gjithëve. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal kamilin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبي وتكريما للصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين وصل على محمد في العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة